Nuk kam parë një emision që një ngritur nga studio keni kur live. Po kam unë jam shumë komfort me juve në këtë bisedë, dhe s'ka pse i këtë live. Unë kam vajtur Kastile. Ç'më do të thuash për Ylli Rakip? Kam vajtur Kastile dhe Ylli. Jo, zoti, këta janë gati 85 gazetar moshe Yllit. Kur kam ardhur më në 90-ën, këta ka veshur pardesyt e bardhë. Unë kam sjell 380 pardesy të bardhë. Pra Misalin, që t'i vishin shenjën, këta kanë qenë në sigurimit gjithë. Pra këta janë, nuk janë gazetarë. Këta shkatruan Shqipërinë, 85 gazetarë që janë mosha e Yllit, që unë nuk flas kot. Dakor, profesor. Unë vajta në Ylli qëllimisht për t'ikur. Vajta me qëllim që të ndjeshe? Dhe i thash 3-4 mos se dojë. Se Ylli mendon se provokon tjerët, po Pilinshin, a i si vjen dot asë në bishti. Pra, Ylli ka tregtit e tyre. Ti më the mua që gazetarët duhet mos i sëmosh. Gazetari është në Amerikë, nëse gazetari del jashtë teme, mashtron, gjenjen, do të me gjë tjetër, dakor. Ylli, televizori i Yllit është bërë... Po, këtë tjetëri, mi ebrin qik foton e merobazës që lutë. Ja vuri e emrin Yllit, besati, qa i tha, Kimeti. Ky është televizori anti-amerikan.